djali yt ka një problem, nusja jote, reja, qika. Me marr ti, me zër, mu bom, insistus, mu bom, me prum ata ku duhet me qu, te rukja, te xhamia, te Zoti. Po çka ka mune gajle, ajle mirët vetë, ai ka familjen. Jo, kjo matematik nuk vlen të muslimant. Na nuk jemi sikur sa ata jo muslimanë të cilët jetojnë dhe kanë edukat evropiane, që s'është edukat ajo, që intereson veç vetja vetë, nuk do me një për kërkën, që ju e dini se, i vdes baba dhe i thojnë ajde se t'ka dek baba, s'kam ko mas një jave, lene, mana aty në frigorifer. S'ka ko me lon punën për me varros babën, me u kujtes. Normal, a i s'ka, sa e ka nefsi, vetja jame, veç. Na du t'gajlojmi për akrabat tanë. Mu më vjen mirë kur një djali i ri, këqyr, djalin e dajës, kusherinin, djalin e tezës, vajzën e dajës, ato këtë sen, mos milon me shku udhve të shirkut, edhe thirë hoxh, qysh mi abo me këshillu se kështu ka një problem, për mos me shku të kjo, të ajo, të tyrbja të shirku, qysh mi abo, se len me çdo kush mundohet me mbrojt, mos me lon shirk, mos me lon kufër, na du ta bojmë këtë gajle.